Regjistrimi I deputetëve të ri ka vazhduar në Kuvendin e Kosovës dhe në mesin e tyre janë 9 deputetët e listës serbe: Zlatan Elek, Igor Simić, Slavko Simić, Verica Čeranić, Ljiljana Stevanović, Branislav Nikolić, Srđan Popović, Miljana Nikolić dhe Stefan Kovačević. Lista serbe në zgjedhje fitoi gati 40.000 vota serbe dhe procesi zgjedhor u shoqërua me pengesa të shumta në kurriz të listës serbe. Sipas Tanjugut, Albin Kurti e vodhi një mandat popullit serb pasi ministri Nenad Rashić hyri në kuvend me votat e shqiptarëve, siç kanë theksuar nga lista serbe, ai nuk ka legjitimitet të përfaqësojë popullin serb. Në Luksemburg është mbajtur takimi I Këshillit të Bashkimit Evropian për punë të jashtme I kryesuar nga përfaqësuesja lart Kaja Kallas. Ballkani Perëndimor ishte në rend të ditës gjatë drekës së punës së ministrave të vendeve anëtare, të cilët shkëmbyen mendimet për përmirësimin e bashkëpunimit të sigurisë dhe mbrojtjes dhe për promovimin e stabilitetit sigurisë rajonale. Kaja Kallas I njoftoi ministrat për zhvillimet e fundit në dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës, si dhe për vizitën e saj të fundit në Maltezi, Shqipëri, Bosnë e Hercegovinë. Në takim morën pjesë ministri I punëve të jashtme I Serbisë Marko Đurić dhe ministre në detyrë punëve të jashtme e Kosovës Donika Grvalla. Ministrja e punëve të jashtme e Slovenisë Tanja Fajon deklaroi se në një takim jo zyrtar me ministrat e punëve të jashtme të Ballkanit Perëndimor është arritur një marrëveshje që është gjeostrategjikisht e nevojshme që kandidatët nga rajoni të ndihmojnë në rrugën e tyre drejt Bashkimit Evropian deri në vitin 2030. Fajonova tha se gjatë darkës së mbrëmshme në Luksemburg theksoi se në kryet e diplomacisë është diskutuar për situatën politike në Serbi. Bashkimi Evropian dëshiron një Serbi të fortë dhe të qëndrueshme. Ministri I punëve të jashtme I Serbisë Marko Đurić I tha televizionit shtetëror turk se ruajtja e stabilitetit dhe paqes në rajon është një parakusht kryesor për zhvillimin e mëtejshëm të Serbisë me qëllim që të zërë vendin e saj në Bruksel. Duke folur për Kosovën, Đurić tha se për ne është çështje identiteti, jo vetëm 13% të territorit. Ai përkujtoi se selia e kishës ortodokse serbe ndodhet në Kosovë, të cilën patriarku serb nuk mund ta vizitojë. Megjithatë, ne po marrim pjesë në mënyrë konstruktive në dialogun në patronazhin e Bashkimit Evropian me dëshirë për të zbatuar marrëveshjen e Brukselit dhe marrëveshjet e tjera që mund të kontribojnë në uljen e tensioneve, tha Đurić dhe përkujtoi se autoritetet në Prishtinë janë duke ndërmarrë hapa të njëanshëm në terren. Gazetari Vebi Kajtazi ka shprehur shqetësimin për drejtimin politik të Prishtinës, duke thënë se Kosova rrezikon të bëhet një Palestinë tjetër. Albin Kurti duhet të jetë penalisht përgjegjës për rastet e korrupsionit, por edhe për politikë për dëmet që I ka shkaktuar Kosovës, duhet të përfundojë marrëveshjen me Serbinë. Sot Kosova rrezikon të bëhet një Palestinë tjetër, njerëzit nuk janë të vetëdijshëm se Kosova është një shtet I paplot, tha Kajtazi. Ai ka vlerësuar rolin e ish-presidentit të Kosovës, Begjet Pacoli, duke thënë se pa njohjen që ka negociuar ai, Kosova do të kishte mbetur e izoluar në arenën ndërkombëtare. Analisti politik Afrim Kasolli tha se njohja sudaneze pavarësisht se Kosovës është merit e vetme e Turqisë, por se ndihma e Turqisë është rezultat I interesave të kompanive turke në Kosovë dhe jo I punës së politikës së autoriteteve të Prishtinës. Ish diplomati Blerim Canaj thotë se politika jashtme drejtuar nga ministrja Donika Grvalla është pa drejtim dhe dyshon se ajo mund të mbajë marrëdhënie me një shtet të madh si Sudani. Ai shton se një vend me gati 44 milion banor si Sudani mund të ndikojë edhe në njohje të tjera. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani mbrëm ka kritikuar ashpër qeverinë e Albin Kurtit për si shtetë ajo refuzimin e propozimit të saj për heqjen e taksave ndaj produkteve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një intervistë për televizionin Klan Kosova, Osmani ka thënë se është
pa pranueshme që Kosova të mos ketë taksa për mallra nga Serbia, ndërsa në të njëjtën kohë të rëndoj tregtinë me aleatin e saj ekzistencial amerikan. Për mua është turp, nuk ka turp më të madh, ka thënë Osmani, duke shtuar se qeveria as që ka marrë në shqyrtim propozimin e saj. Moti nesër në Serbi do të jetë kryesisht i vranet ko pas kohe me reshje shiu dhe shi me bobollima, kthjellimin e verinë mes të ditës, kështu që pas dite do të jetë me diell, do të fryer mesatare deri fort në drejtimin jugor dhe jug-perëndimor, ndërsa në zonën e Koshavës do të fryjë erë stuhishme. Temperatura e mëngjesit do të sillet nga 8 deri në 12, kurse ajo maksimale ditore nga 15 deri në 22 gradë Celsius.